Agjencioni turistik Soni Tours në Vushtri, për nder të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, organizon shkuarje në Shqipëri për 100 persona me datën 28 nëntor 2012. Nisja do të bëhet nga qyteti Vushtrisë në ora 4 me saktësisht para agjencionit. Qëndrimi gjatë tërë ditës do të jetë në qytetin e Tiranës, ku do të jemi pjesëmarrës në programet kryesore të organizuara nga qeveria shqiptare, në të cilat janë prerja e tortës nga kryeministri Sali Berisha në qendër të qytetit të Tiranës, parakalimi i ushtrisë shqiptare dhe forcës së sigurisë së Kosovës, parakalimi njësive policore nga Shqipëria, udhëtimi për ndjekjen e ekspozitave të ndryshme nëpër Tiranë, koncerti madhështor i organizuar po ashtu në Tiranë me artistet më të njohur shqiptar. Do të jetë një ditë plot angazhime dhe kënaqësi. Numri personave që të udhtojnë është i kufizuar. Andaj nxitoni dhe rezervoni vendin tuaj drejt ngjarjes më madhështore në historinë e shtetit shqiptar. Rezervimet mund t'i bëni në zyret tona me saktësisht në agjencionin Soni Tours që gjendet në rrugën Dëshmorët të Kombit, me saktësisht afër kalasë së qytetit. Mund të bëni rezervime edhe nëpërmjet numrave të telefonit 028 572 504, 044 367 028, si dhe 049 367 262. Udhëtimi Tradita jon, Soni Tours.